Populli jonë ka tradita të lashta edhe ka veti që i kalon gjithmonë që janë përcjell në përbreza. Janë bo dasmat e mira, janë bo të pamët, janë bo kona gjegje, darkat lomse, darkat posterme atyra. Po dasmat sidomos janë bo aq mirë sa kanë zgat ka 3 ditë. Nota dasmës janë të bu krushqit e jenar kongatarët e masanej dita dasmës të nestrit mas cile në shku me morë nusën edhe dita divanit të një të hanën. Po ditën e dasmës, para se më shku me morë nusën, si e kanë kry cilën, o kona det më dalë një livadh, edhe i kanë ranis aty atkijat e atë lartë për më nga edhe me këqyr kush për del maj pari. Aj që dali pari, ja kanë dhonë nik, mishe, peshkire, qerape, bakshish. Edhe një dasëm ishin kënë dalë që ashtu një fush tonë me atkija, me atlarë, me pritëshin vesh mi allon shenë dhe mu nisë. Në stradini e kish marrë një ka dhe i shardhë me ka. I afru njani pi thët, në stradin që po me nënti me ka me dali pari. E këta me atlare, me atkija kënej. Tha për të kalzoj. Në kofë që nganë sëd kë, që shka nga kur konë veç, s'ka kush që më del për para. Ej, zëtë shpis, a do në musafir më rëbur? Kjo është ajo thirrja që gjithmonë musafirët e kanë bo në derë. Edhe atëherë i zoti shpis o dalë në dyshe klak, ka këqyr kush është dhe i ka thonë hajde byrë e unë gjitë shkallë për pjetën në të burave. E i shkon njani e kish pas një djallë, emnin Syl. I vjen një musafirë dhe e pret mirë aty, i qetë duhan e kafe, edhe bëhet vakti më këthuj dark. I kthejnë dark dhe këshin pas përpeq për dark. Unë gjënë edhe pohajnë. Po, ky e kish pas adet me hongër përpeqin me buk. Janë nesën pa i musafiri pe hanë pa buk. Ky edhe s'muj kemi thonë musafirit valaj përpeqin du të me hongër me buk, po ja bëj këtë djallit vetë Syl me buk, me buk. A i heq musafiri kështë spëni, a pet Syl me buk. A i djalli i ngratis bëj këzon, a i hajke me buk s'kisha më bon. Dikur, a i musafiri s'po merë vesh që t'i shkoj dhe në gjysë të pësis. Atëherë këj baba pja bën djallit tha, Syl që tash ndash me buk, ndash pa buk, se përpeq i shkoj, e pat. Një pash i kish pas 3 djemë. Edhe dikur nis mu lo dhe mu plake, e pa o vetën që s'është ma për në sunu edhe menoj këtë cilit mjallon postin, cilit për i djemve. Atëherë thiri djallin e madh, edhe pi thot, babo më kallëzu qka është me eronë këtë dynje. Menoj pak djalli tha, vallaj bab tha, në këtë dynje me eronë është toka, s'ka gjo më eronë se toka. Mirë, del tha, thire vllavën e dytë. Erdhaj, edhe ato pe vetë. Vallaj tha bab, që shmdo këtë mu, mas roni është fukarallaku.
Vështirë mos më pas njëri, sene. Mirë, del thati. Thirre vllahun e vogël. Erdha ai aty. Hajde tha biro mi kallzu babës, çka është më e rëndë këtë dynje. Vallaj bre babë, tha, më e rëndë është pleshnia. Po mirë, tha vllau yt, tha, i madhi, tha, më e rëndë është toka. Pa i tha babë, toka e rëndë është, tha, po kërkush se ka matë, s'dihet sa peshon toka. Mirë, vllau i dytë, tha, më i rëndë është fukarallaku, është rënë, mos më pasë, vërfnia ato. Tha mirë, tha, po fukarallaku, tha, ka i mytë. Rritën, djemt punojnë, fitojnë, i bojnë senet, edhe fukareja, ma shumë man i mytë fukareja që bëhet i pasun, se pasaniku që mundet mu fik krejt. Ti the ma e rëndë në pleshnia. Çka do më thonë kjo? Tha pa i babë, ti e plak, po më dhimesh. E plaku nuk ka i mytë as që bëhet ma i ri, as që bëhet ma i fort, as që bëhet ma i meqëm, as që bëhet ma trim, e për që ata bre babë ma e rënda në këtë dynje është pleshnia. Birë, tha, aferim të koftë, se qashtu është. Edhe për hajt koftë, tha, posti veni jem, e inshallah e trashëgon. Një farë Ibrahim Hodaku i Drenic, i shtonar në Dugagjin, edhe këshyrë më bo konak dikun, hin një ven edhe këshin pas një zjafet, kur hin aty plot oda burra, a jeni burra se jeni, ata Allah razolla, hajde byrë, edhe i shkon ky veshën pak me dëtesha si të vjetra, nuk e bon hesap fort. Nuk e ongjën kryoda atje, po që atje si ma poshtë. Edhe po flasin ata, burrat aty në ode, po bojnë muhabete. Tash njoni aty, për thot, o Ibrahim Hodaku, kjo hoja, hajde mërfon na dishka bre burë. Ja, tha, na ndrënis sa kemi tjetër adet, ju sa ka për i Dugagjini pas e tjetër adet. Na kur dalim më blet drith, nuk e këshyrim thejesin, po e këshyrim drithin çfarë është. E ju pe këshyrshit thejesin. Në kofë që thejesi i ri, nuk po këshyrshit çfarë është gruni. E na thejesin nuk e këshyrim, po e këshyrim gruni e avyn. E nesh qashtu është se nuk bën, do më thonë, me këshyr njën ka pamja që shëveshun, po a është i dishëm, a ka fjallë, a ja din renin. Njoni e kish pas një kali, po i shkon kogja zgon. Edhe atëherë nuk ka pas ujë mrena si tash, po o dasht me qute të proni atë farbunari mi dhan ujë. Edhe një ditë prej ditëve, djali ti thët, bab, a ma kalin thët të qajo në mi dhan ujë. Po ja bre birë se është kali i fështire. Thët, ja bre babe qaj ka dale qështu për konopi. Tha, ani merë pra, vish më zgabëm i hip, se të rëdzën kali. Jo bre babë si hipi qfar, e morë kalin për kërpeshi dhe kur dul në dhe, një dyllëtar. E bre djallë, tha, bet kali paske, pa i mirë është, tha vëllaj. Pa, a bën bre mi hipi e të shojmë qësh po shkon? Ja vëllaj, mi hip, tha smoj. Pse bre? Ja, tha, kali është kogja zgon është edhe
baba më ka porosit 100 herë mos gaboj me hip kalit. Po hajtë bërvesh pak bre për hatër tonë se kur gjonë zbohet ta në i knej, ja mushin menën djallit e i hip kalit. Si i hip i tha të hel kali për pjet e të gjujti sa që atje me kry për një cungo e gjaku cërrjel. E o këthuj kali të shpia, kur hinit të dyrt, peshe baba kalin e djalli, jo e diti me nërë shka u bo. Edhe i dul për para për vjen djalli, ka dale, gjaku i shkojke ftyrës. Qka u bo bre birë? Allah më rëdzaj kali, pa të thash mërë më se hip kalit se të rëdzën. Allah do njerës që aty ishin konë një dy dhëtarë, thanë, hipi veshjet, shuajmë që shpëjet s'kali a ne i knej. He mërë birë, thanë nishmi një gu fjalt e halkut, edhe 100 krena mi pas, një s'ka më të metë shnësh. Dervish Goxhuli shkon shku të Dëmiq, atje më flejtë edhe shkon, atje shtin do të burrave presin mirë, po atë natë shkon bo një fare përzimi aty, një fare luftë, këshin pa luftu cubat me gjanar. Edhe kur u krya jo fare luftë, ikën cubat, gjanart hinë në për shpia, mi bastise, mi halakate, edhe e gjojnë dervishin aty. Pikaj ti, tha jam për i Makarmali. Ata dhe menun që kjo arë me qëllim më bo fardalaveri aty diçka. E ti hinë, e t'ja dhojnë 25 stupca. Sa që a i ngrati shkon edhe zaift, kështu edhe jetë veç për dyshek. Qka bën i zoti shpis, e merë kirin me ki në kanota e të mush kasht, e merë dervishin e qetë në ata kasht, edhe niset me qupi shpije. Kur hinë katon atje, pe këqyrin edhe nisën pe vesin ata të katunit aty. Kur morë këta kasht për dervish, tha valaj që atje në bajit. Tha e ka sa e morë kirin, tha ka 25 huj. Ona i stogut kanë pas mullinje shumë, se o kanë ujt, mullinje me uj. Ka pasën katune, uqe, shushice, masanejnë vrele, radafce, po drenica ishin kënarë një stëgë më blu. Vinë një 2 drenic me drith të arë një stëgë dikun 4 sahat para akshomi. Kur vinë bollopoj, thojnë, vallaj doj më hi dikun në konak. Edhe thrasin aty të një kull, deli zoti shpis. A donë musafir, po mër hajdeni? Po, inë që nod, e i shkon diçka në zavala i zoti shpis me punë ngosht, edhe po menën vetë me vetën mërë 4 sahat para akshomi këta marë këtu më hinë konak, e i stogu si ka 1 sahat e gjys, me ki atëherë. Edhe valaj thët se lampa i tut, e mi qupi i këtuhit kurë për dënjet. Edhe del për jashtë shkon i thët një vlad vetë thët qërë, i kom një 2 kila gosht dhe që të një farë letre. Hajde hinë të në kull aty në nod edhe gjujnë trapazan. Thuj, qërë vlau jem, se lam të ka bon zëqiregja, son të vjen Bylyk Bashi në rëthën edhe do të më luftu e më qënru, edhe të qëj shta fishek. Tha mirë bëllë, tha shqyqyrë në kanë qëllu është ta 2 musafir, drenis, tha në animojnë luftojmë. Ata dhe kur i nin këto fjalë,
Nesën për këqyën njoni tjetrin, edhe po këqyën Anejka dritarja, tha mëre, ko gjanalt për kokadilja, thua mojmë rrim bëllë një stëgë, a i tjetri po mërë që shja dej në aksham, më rrim sa dush, vish kur frëcu qunë ka dale, a valoj përshkojmë se ka heret bëllë, po më rrim, shkojmë ka dale, u qunë e shkun, ecën. Ramadan Shaboni i Malsis i shkon ardhë në Kosovë, më da pleqni, edhe lodhët me dë shokë dhe hinë një farë venit të një farë Avdyl Coni, në Bajit. Më pushu, edhe Avdyli e pret mirë, e shtin nodë, i bon muhabet, i shkon vera edhe ishin kon djem të punu në ardë, dikun të prashit, edhe ju qënë fjallë, thë dëgri me lonë punën e mardhë. Ata dhe i lëshojnë shytnit të shkojnë, a thujnë qka na pas ka dasht mërë baba, kur hinë aty, ha bab, thët ju thira, se më ka ardhë burri i burrave, Ramadan Shaboni. Edhe më na bon hyzmet, e më na bon muhabet sa të muni. Kolomoqi s'ka ka shkon, e prashit një nesta, kur doni. E Ramadan Shabonin s'muj me nëzonë mo. Një goni mirë, një goni fjallët e ti, se ju duhen për jetë. I shkon martu njoni, edhe ne se merë një nusët mire si rishtë, po një nati kish pa i gruja. Edhe tash, aj nuk u boa që kohërë që i ka ik nusja, po ma fort dhe keme dit, a e ka korit ajo. Edhe që ka boni, shkoj të Gjemal Lobria. Hini mrena, ha qka t'ka qitë puna, tha valoj qështu, tha, jem kon martu si rishtë, po më ka ik nusja. E kur tha t'ka ik, tha valoj par promi, tha kur ra burë. Tha po t'kallzoj. A je shku mas fërkendve, saj, tha po. Tha nrejt e në gjinit vetë, tha i shkon shku. Mirë, thot, po, a ishin kon një parë fërkem, a dy parë? Jo, vallaj, tha veç një parë. Atëherë, do më thonë, nuk je i koritën. Se më pakon dy parë fërkem, ish morë vesh që dikush ta ka grabit nusën. A kështu nusja o dalë o shku për qeft vetin të babaj vet, edhe ti nuk je i koritën. Njoni i Shqipnis i shkonar në Kosovë, ka të dë akraba dhe nejtë dë dit, dikur u këthy atje, edhe ata tash shkun edhe pe vesin qysh ka përceve atje në Kosovë, qka kish atje, qka i kishin halët e... Valaj mirë, tha mirë, krejt, po i kishin një 3 sifatet këqia. Një tha, pi bajshin duqit, gajlet e huja tha pi qitshin për para, e gajlet e veta mrapa. E dyta tha, pi shitshin kijet e mdhej, e po punojshin me dëmzet, të pamësum, e pja u theshin zgjellën, e pja u bojshin 100 qedere. E treta, kur pu nga të rëjshin 2 vetë, 2 familje, nuk pjërrishin gati më shku e mi pajtu, po pileshin që ashtu njerë deri sa vrahën nërmje veti,
tani hajde vëlla të shkojmë të pajtojmë. E nesh që kjo puna e gajleve, kjo dhe sëd e kësaj dite gjithmonë nuk paharrohet. Dertët e huja gjithmonë po na interesojnë ma shumë. E dyta, me mzete me kita është veç s'po kem punë mo, po që kjo e treta, që i shdasht më konë pak ma minajt gati, kjo jo që mundohen njerëzit ka njëherë mi pajtu po veç ka dhezin fesat edhe ma shumë, për ronë është ande i knej, edhe atëherë veç pritet keqen. Del njonin pej me blej kali, edhe hinin pazare për këshyra neje kneje, edhe ju afru njonit. Tha puna marë paq. Sa tha ky kali, që ka që ja mojti nej se sa kish hakun, edhe pe këshyra neje kneje dul mrapa e për para rotulle. Dikur tha, a ka far behani mërë ky kali? Tha, vallaj kali i mirë është balë krejt, një behan, tha e ka. Ha, tha, vallaj kur të hipsh tha kësen një 3 herë për pjetë. Ha, vallaj, tha, 2 herë për kësej ka badihava. Pse? Tha, pa ju nësi të hipi vesh një herë në ceft, ta këm gjunë rëkotelën tukë. E, kualt për paren për dorë ma shumë, do më thonë për, edhe për më punu, edhe për më udhëtu e krejt, po, ka pas aty këtu që ka pas na i behon. Njoni i shkon qu pesh edhe thët, kom qef mu tesh në sherdë grus. Edhe del hajt në për dokatuna, nej, kur shkon të një shpi, thret aty, po burrat si ishin kon të prashit narë. Edhe del një gru. Ha, thët, qatë ka qitë puna, vallaj, thët, unë jam të lypë, thët, sherdë grus. Ajo si bën zonë veç vetë me vetën, me menë, thët, hajtë se sherdë grus ki më gjithë. Edhe, thët, veç ju mund tunë, mu ishë ma bo pak buk. Ajo edhe ja pshesh një sahën, pshesh, e ja qetë me hongër. Na ta del gruja në bërë bërtet aj ku mullni. Ata moshkujt si ishin kon të prashit narë, të ngasin a ju me shytni, kur afrohen aty në bërë, më këqyrë shka bota, shka krisi. Ajo gruja tash, apet dejke me pështu, për mës me myt ata qy kshati. Tha vallaj, tha erë që kjo udhëtar, tha i shkon unë tu, tha ja pshesha do pshesh, po i met psheshin fyt, e deshti më plase për që ata bërtita ju thira. Ha, nej se, u këthyn ata narë atje, shku në prashit, edhe pja bon tash ajo gruja, a peshe tha që ken katë mysin, tha po vëlla. Tha një qusa shko për i shpije e më slyp mo kur sherdë grus. Njonit ju kish pa bo marak, a mirë me një gu gruna jo. Edhe, qka më bo, tha do allaj dhe më shku drejtë një farë më dërizi i shkon. Me vetë. Nisët edhe, i thët gruz, valla përshkoj drejtë filan me dërizi, ajo gruja thët, ani qysh përshkon njeri thot, ti ki kose gjathe, pekmeze, tana, mi qurë diçka. Ja, mërë thët haj se kam një farë pune tjetër herë. Shkon atje dhe
thret aty, a I del për para, hajde byrë. Ha, thët, qka të ka prunë Zoti? Thët, vallahi, më ka bo marak, s'po di a me një gu grun ajo. A I thët, ja bre, çfarë një gu mi grun, s'din gratë që ka më folë, sen s'din ato. Thët, edhe unë qështu këm pa menu. Bile kur unë nisa marë të ti, po më thët gruja, më shko të më dërizi thot të njeri, që I diqka, bylmeta, moza, djatha, ka dalë, tha se edhe ato ja qëllojnë dikun. Hajtë, ishin konë një burë I gru, jetë ishin një fashpije të vogël, po atëherë në konë mongu sendet e bësa dhe vendet e gjove, ka I herë edhe që aty ku ka nejt vetë e kanë lidhë naj veqa, naj lopa, naj dhia. Ata ishin pas një veç lidhën një farhuni aty. Edhe I vi që të këcyja ne këneje në zjerë hunin edhe nisi për nganë në përshpi. Këta dhe u lidhën s'dëshin më qu me lidhë viqin. Dikura ja gruja tha, qërë tha doj me bo kusht flet I pari, tha ka më qu me lidhë viqin. Edhe pe këqyrin a I nisi viqin më ladrua, nisi mi thyë dhe farë enësht dheut, aty do knota, do qypa, më bo shire, këta veç këshyrshin. Dikur, ajo gruja pishe atje ndritare vllazin të vetë të ardhë. Edhe m'ju dalë për para e më folë, u dufke me të lidhë viqin. Qka boni, shkoj e ra në grashdë, klopëve aty në shtallë dhe porrin. Ata erdhen meqë dhe thirën aty në derë, s'po nijet kërkush. E thirën dhondrin për emën heq. Dikur e shtyn derën hinë mrena, peshojnë dhondrin aty, qka o bomër, qka ki që s'po flet për I kushit, na të thirë, heq dhondri s'folke. Se më bo më fol, u dufke me lidhë viqin. Dikur nisën mi bërtit ata, pasha Zotën, tha njoni, dikur ne pas ka mytë motrën, tha këtu s'po flet. Edhe, hajde tha të kapim të mysim edhe na këta. Ajo motra aty në kërë pa që përdojnë mja mytë burin, dikur u qu. Pe I grajit tha, jo, vlazën qeku jam, tha, veç u lidhëm, tha, me kusht flet I pari, ka me lidhë viqin. Edhe tash burri në vend që më folë me mi që aty më thona më jetë, I tha vallaj gru folë e para, lidhe viqin e bajsh me shnet. Shkon Xhemal Lobria një farvenin një katun edhe hinë konak të një kull. Deli zoti shpisë shtin mrena. Edhe po bojnë muhabet, po bojnë lafe, po pinë duhan. Ai I zoti shpisë I kish pas 10 djem. Edhe pi thot, Allah ile Xhemal më kallëzu, a është mirë mi pas 10 djem. Pa I tha, po të kallëzoj. 10 janë pak e 1 është shumë. Ky po menon, 10 pak 1 shumë, që shbën kjo? Tha Xhemali, po të kallëzoj. Mi pas 10 djem të hajrit, të vym, të meshëm, nuk njihesh me të mirat e tyne. Pra me pas 1 të sherrit, ai del boll që veç taksiratët bjen në shtëpi.